Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, për dallim nga viti i kaluar, ka deklaruar edhe 2 prona shtesë, një banesë në vlerë 120.000 euro, të cilën e ka deklaruar në pronësi të bashkëshortës, si të trashëguar nga prindrit. Të trashëguar nga prindrit në emër të gruas e ka deklaruar edhe një banesë në vlerë 100.000 euro. Veç këtyre, kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, ka deklaruar 3 prona të paluajtshme në vlerë të përgjithshme prej 615.000 eurove. Një shtëpi 200 metra katror, e trashëguar nga prindrit që nga viti 1989, figuron në emër të tij dhe vlerësohet në vlerë prej 150.000 eurove. Ndërkaq pasurisë i shtohen edhe 2 prona të tjera në bashkëpronësi, një shtëpi prej 214 metra shkatror, e blerë në vitin 2014 me kredi bankare dhe kursime me vlerë 200.000 euro, si edhe një banesë prej 174 metra shkatror e blerë në vitin 2023 përmes kredisë bankare me vlerë 265.000 euro. Vetëm nga këto 3 prona, Abdigjiku rezulton me pasuri të paluajtshme që i kalon gjysmë milioni euro. Në emër të bashkëshortës, i pari i LDK-s ka deklaruar një veturë të blerë në vitin 2019, me vlerë 25.000 euro. Sa i përket mjeteve financiare, ka deklaruar 9.594 euro kursime, ndërsa në të njëjtën kohë ka deklaruar edhe 3 kredi aktive. Të hyrat vjetore të Abdigjikut dhe gruas së tij janë afër 52.000 euro. I pari i AAK-s, Ramush Haradinaj, ka pasuri milionçe, ka 3 shtëpi që kapin vlerën e 842.000 eurove, si edhe një tjetër shtëpi në pronësi të përbashkët me vlerë 270.000 euro. Ai ka deklaruar se zotron tokë në vlerë afër 61.000 euro, si edhe një parcel në vlerë mbi 14.000 euro. Në kuadër të pronësisë së përbashkët, Haradinaj ka deklaruar edhe një banesë me vlerë afër 525.000 euro dhe një vilë në vlerë 120.000 euro. Sipas regjistrit të deklarimit të pasurisë, ai posedon një veturë në vlerë 19.000 euro dhe është bashkëpronar në një kompani ku vlera e aksioneve është deklaruar 500 euro. Sa i përket mjeteve financiare, ai ka deklaruar para afër 24.000 euro, ndërsa detyrimet financiare arrin në vlerën 78.000 euro. Të ardhurat vjetore të deklaruara të tij dhe bashkëshortës kapin vlerën prej 112.473 euro, ku hyn paga dhe të hyrat nga qerat.